Drejtori sportiv I Vllaznisë, Arben Xhaferi, tjetër fitore I Vllaznisë në futsal, përsëri me shifra thella, urime. Faleminderit Gac. Kjo ishte një ndeshje që ne nuk e vlerësuame, por siç e pata edhe vetë, kushdo që vjen me lutë me kundër ekipit Vllaznisë që përfaqëson Shkodrën, gjithë impenjohen dhe kam përshtypjen se ekipi kundërshtar duhet të respektuar dhe falenderoj për performancën që bën sot. Megjithatë, ishte skuadra mysafiri që shënoi e para, madje në pjesën e parë ka pasur jo pak rivalitet. Jo pak, unë tani nuk e moj mend se si shkoi me gola diferenca pjesë parë, por ekipi, siç e përsëri e thash më përpara, ekipi u impenju, ne thamë po fillojmë me lojtar po çujmë të stolit dhe ato hala nuk u shkrinin mirë në lojën dhe detyrimisht atëherë edhe përfitoi ekipi kundërshtar. Por megjithatë atëherë Real lojë siç e pamë morën diçka krejt tjetër. Edhe një ndeshje për mbyll kampionatin e rregullt me Flamurtarin, do ta mbyll me fitore Vllaznia? Atëherë para se me luajtjen me Flamurtarin, Flamurtari ditën e nesërme lët me Tiranën, që është një ndeshje kush me ka vendin e dytë. Kushdo që të fitojnë, ndeshja me Vlorën do të jetë një ndeshje e fortë sepse pavarësisht çfarë do lloj pretendimi që mund të ketë Flamurtari ose Vllaznia, ky kampionat ka treguar që ai çift është një çift pretendent për kampionat dhe do të bëhet një ndeshje shumë e fortë. Shumë lojtarë të ri në lojë, pjesën më të madhe, pra kishin vendosur ti jepshit hapësirë të kënaqur për atë çfarë dhanë fushë? Jashtëzakonisht të kënaqur. Pavarësisht çfarë do lloj performance që mund bëjnë çumet e ri, ne ky ka kanë edhe plani I on, qofti presidencë, qofti jemi, qofti edhe I kapitenit edhe trajnerit Alsit Tafili që ne shohim për të ardhmen dhe ardhmja është shumë e tepërt me thonë, po duhet me besu tek të ri dhe ne jemi jashtëzakonisht kënaqur me performancën e tyre. Të thirrje ke preferoni në shortin që do të hidhet për Final Four? Vitin që kaloi, ne kena pas një moto dhe që kam përshtypjen është në të gjitha sportet. Nëse dën me fitu një kampionat, një kup, duhet me ra më të mirin. Dhe ne aty jena, ne presim në ra se do të hedhet short, dy vendet e para do të shortojnë me dytin. Preferojmë një ekip që mos të jetë shumë I fortë, por për ne si Vlona, si Tirana, si qoftë format e amatorëve, për ne është njësoj. Ne luftojmë për titull, por gjithmonë të I marrë ndeshjet me radhë një mas një. Të vendosur për ta fituar titullin e dytë të radhës si kampion? Shiko, në qoftë se vjet unë thosha që objektivat tonë janë maksimale, por do në me ecë me kam tokë, do të thëmë të njëjtën gjë edhe si mjet. Nuk besoj që Vlona e Tirana kanë ardhur me bë piknik në këtë kampionat, edhe ata do të janë një kocë fort për ne, por objektivi jonë është gjithmonë majat. Me fjalën majat atëherë ju kuptoni vetë se ku është qëllimi I Vllaznisë.